8 subjekte tregtare në Tiranë kanë rënë në sitën e policisë gjatë operacionit të koduar Illegal Trade i zhvilluar në bashkëpunim me prokurorinë për goditjen e palishmërive në fushën e tregtisë. Në kuadër të operacionit të zhvilluar me vendim gjykate, specialistët e seksionit për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar ushtruan kontrolle në biznese që tregtonin pajisje elektronike, veshje dhe aksesor të markave luksoze. Sipas policisë, gjatë kontrolleve u sekuestruan 16 telefona celular, 10 njësi kompjuterike, një laptop, si edhe 11 çanta dhe artikuj veshjesh të markave luksoze, për të cilat mungonte dokumentacioni që provonte origjinën dhe zhdoganimin. Verifikimet e mëtejshme nxorën në pas se të ardhurat nga shitja e këtyre produkteve dyshohet se nuk deklaroheshin pranë organeve tatimore. Gjithashtu në një prej subjekteve u konstatua se produktet tregtoheshin pa lëshuar kupon tatimor, ndaj autoritetet vendosën pezullimin e aktivitetit të këtij biznesi. Në përfundim të veprimeve procedurale, nisën hetimet penale ndaj 9 administratorëve dhe përfaqësuesve të subjekteve të kontrolluara të dyshuar për shkelje që lidhen me tregtimin e mallrave dhe mos deklarimin e të ardhurave. Materialet janë referuar prokurorisë, e cila do të vijojë hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e rastit.